Mbas rënies dakord të armëpushimit mes SBA-ve dhe Iranit, pritet që negociata të fillojnë më 11 prill në Islamabad. Marrëveshja bazohet në një plan 10 pikësh të propozuar nga Teherani, i cili përfshin angazhime strategjike, ekonomike dhe ushtarake që mund të çojnë në një qetësim të përkohshëm të tensioneve në lindjen e mesme. Sipas sekretarit të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare iraniane, pjesëmarrja në bisedime nuk nënkupton automatikisht fundin e luftës, ndërsa Teherani do të finalizojë marrëveshjen vetëm kur të sqarohen të gjitha detajet. Pikat kryesore të planit 10 pikësh përfshin tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni, kontrollin e Iranit mbi ngushticën e Ormuzit, kompensimin e dëmeve të sulmeve ndaj Iranit, tërheqjen e sanksioneve ndaj Iranit, lirimin e aseteve të ngrira iraniane, zotimin e Iranit që të mos zhvillojë armë bërthamore, pranimin e së drejtës së Iranit për pasurimin e uraniumit, pajtimin e Iranit për traktatet e paqes me vendet e rajonit, ndërprerjen e armiqësive të gjitha grupeve të rezistencës në rajon dhe dispozitat e mbështetura nga një rezolutë e OKB-s. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi këtë plan si bazë pune për një marrëveshje të mëtejshme. Ndërkohë, Ministria e Jashtme iraniane deklaroi se forcat e armatosura do të ndalojnë operacionet mbrojtëse nëse ndalen sulmet kundër vendit. Gjatë periudhës së armëpushimit 2 javor, kalimi i sigurt i anijeve në ngushticën e Ormuzit do të bëhet në koordinim me forcat iraniane dhe duke marrë parasysh kufizimet teknike. Teherani falenderoi kryeministrin pakistanez dhe shefin e ushtrisë për rolin e tyre në ndërmjetësim. Megjithatë, ende mbeten pikpyetje mbi ndikimin e armëpushimit në frontin jugor libanez, ku Hezbollahu vazhdon përplasjet me forcat izraelite. Nëse Libani përjashtohet nga marrëveshja, kjo mund të rrisë presionin mbi grupin militant, i cili po përballet me kritika të brendshme për angazhimin e vendit në konfliktet e huaja.